Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpallur vendosjen e tarifave të reja për të gjitha importet në SHB, një vendim që ka shkaktuar reagime të forta nga liderë të ndryshëm ndërkombëtar. Tarifa universale prej 10% për të gjitha importet nga 5 prilli dhe tarifa të ndryshme specifike për vende të caktuara kanë nxitur kritika dhe kërcënime për kundërmasa ekonomike. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cilsoi këtë veprim si një goditje të madhe për ekonominë botërore, duke paralajmëruar për pasoja të rënda për konsumatorët global, të cilët do të përballen me çmime më të larta për ushqime, ilaçe dhe mallra të tjera thelbësore. Ajo theksoi se zgjidhja e problemeve tregtare duhet të arrihet përmes marrëveshjeve dhe jo përmes tarifave të njëanshme. Tarifat për vendet e Bashkimit Evropian janë caktuar në 20%, ndërsa për Britaninë e Madhe 10%. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë prekur gjithashtu, me tarifa 10% për Shqipërinë dhe Kosovën, ndërsa Serbia, Bosnia dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut përballen me tarifa më të larta. Reagime të ashpra kanë ardhur edhe nga Kina, e cila ka paralajmëruar kundërmasa të vendosura në mbrojtje të interesave të saj. Presidenti në detyrë i Koresë së Jugut dhe liderët e Japonisë, Izraelit dhe vendeve të Amerikës Latine kanë kritikuar ashpër tarifat, duke i cilësuar ato si të padrejta dhe kërcënuese për ekonominë globale. Në përgjigje të tarifave amerikane, Brazili ka miratuar ligjin e reciprocitetit ekonomik, duke përgatitur kundërmasa të ngjashme. Ndërkohë, kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka bërë thirrje për negociata për të shmangur një luftë tregtare, ndërsa homologët e saj spanjoll dhe irlandez kanë shprehur keqardhje për vendimin e Trump. Vendimi pritet të ndikojë në ekonominë globale, duke rritur inflacionin dhe çmimet për konsumatorët. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara synojnë të mbledhin miliarda dollar në të ardhura vjetore si pjesë e një strategjie për të rritur prodhimin e brendshëm dhe për të rikthyer vendet e punës.